Pse më shajnë, thot, njerëzit që falen? Shumica e tyre sigurt nuk e din mirësinë e namazit. Sepse po ta din mirësinë e namazit, ta garantoj që nuk do të shajnë më. Njëri i cili fal namaz, e di që mbas gjysore, 1 orë apo 2 orësh, do të qëndroj para krijuesit gjithësisë. Ky njeri nuk vjedh, nuk mashtron, nuk i bën padrejtësi tjetrit, nuk gënjen, sillet mirë me tjerët, i respekton prindrit, i ruan lidhjet farefisnore, e ka parasysh mbikëqyrjen e Zotit gjithësisë. Nëse ata do ta dinin vërtet se ç'është namazi, lidhja e robit me krijuesin e gjithësisë nuk kishin për çfarë. Gjithsesi, ti mundohu t'ua tregosh atyre se çfarë është namazi, adhurimi Allahut lartësuar, lidhje me krijuesin e gjithësisë.